Yoga na sjell shumë përfitime, si në nivel psikologjik, si në nivel fizik. Duke qenë se jetojmë në një botë kapitaliste, duke qenë se gjithmonë vrapojmë drejt diçkaje materiale, e cila në fakt vetvete nuk na bën as pak mirë. Sepse ne jemi, le të themi, një materje e cila duhet ta kuptojmë veten tonë. Dhe nëpërmjet jogës ne kuptojmë veten tonë. Ne kuptojmë se çfarë duam, jo se çfarë të tjerët duan për ne. Ndaj unë them që është shumë e rëndësishme që ta praktikojmë dhe është edhe një lloj sensibilizimi që të kuptojmë unin tonë dhe të ulim superegon dhe të shkputemi nga ajo pjesë materiale e cila vërtet po na dëmton. Koha më e mirë në çdo moment. Në çdo moment ne mund të jemi të predispozuar që të bëjmë yoga, ta përqafojmë këtë disiplinë dhe patjetër në momentin që ne mbarojmë jogën, ne do ndihemi tërësisht ndryshe. Trupi ynë do ndihet ndryshe, mendja jonë dhe mënyra se si ne i shikojmë gjërat do jenë krejt ndryshe. Dhe kjo vërtet kuptohet sepse njerëzit kur bëjnë yoga e provojnë për herë të parë, janë pak skeptik, le të themi. Por pastaj, momentin që mbaron edhe pjesa e shavasënës, ato kuptojnë që vërtet ndihen ndryshe. Dhe yoga mund të bëhet 1 orë, mund të bëhet 30 minuta, siç e thash edhe më parë, është shumë e rëndësishme që të jemi konstant.